Shoqja që u bë armike, Vserlo zbulon sekretin e Ernisa Agollit, ajo femër nuk rrin dot, reagon edhe kundër Juldedes. Vserlo dhe Ernisa Agolli kanë pasur një marrëdhënie shoqërore e cila tashmë definitivisht është krisur. Pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP, Vserlo, i ftuar në emisionet të fundit ku ka folur për rrugtimin e tij në Big Brother VIP, ka folur edhe për marrëdhënie me disa nga njerëzit që i kanë lënë shije të keqe jashtë. Ai u shpreh se sipas tij shkak për krisin e marrëdhënies me Ernisa Agollin, të cilën kishte një marrëdhënie shoqërore jashtë, u bë zilja e saj. Pasi siç u shpreh Vserlo, Ernisa hidhet në sulm kur sheh se dikush mund të jetë më lart se ajo, duke u shprehur: "Unë kam patur një marrëdhënie shoqërore me Ernisën, është e vërtet, por që para hyrjes sime në Big kemi pasur disa hatërmbetje të vogla që janë përkthyer dhe barazuar me një blog në Instagram nga Ernisa. Arsye nuk e di, se ballafaqim nuk ka pasur, por duke e njohur mendoj se ka qenë zilje e tepër që ka për njerëzit që ka rreth vetes. Në momentin që sheh dikë më lart se ajo, hidhet direkt në sulm, por është diçka e parë dhe me njerëzit e tjerë, nuk është hera e parë që e bën, është karakteriale e saj." U shpreh Vserlo, teksa u shpreh edhe për një tjetër hatërmbetje jashtë. "Edhe me Juldeden mund të them se tani më i kam bërë blog. Jam shumë i shgënjur nga ai pasi kishim disa kontakte me të, për argumentet e tij ndërkohë që unë kam qenë brenda shtëpisë, nuk më kanë pëlqyer fare pasi nuk kanë qenë koherente." U shpreh Vserlo. Kujtojmë se Juli kishte thënë se Vserlo po përpiqet të luajë një rol midis atij të gjestlit dhe të iglit në shtëpi, teksa po bëhet i bezdishëm dhe ka kaluar masën. Vserlo e ka thumbuar duke thënë se ajo banorja tjetër e ka lënë me pasoja, duke hedhur thumba për iglin e cila i fitoi edicionin ku ishte ai i pranishëm.